A i dini që ekziston një koncept që quhet abuzimi obstetrik, edhe është një abuzim për të cilët në Itali flitet shumë, por ndoshta jo në Shqipëri, që është ai që ndodh me vajzat kur janë shtatzanë gjatë procesit të lindjes dhe në postpartum. Por kryesisht gjatë procesit të lindjes, mënyra se si ato trajtohen nga ekipi mjekësor, mjekët, infermierët, obstetrikët, ndoshta ndonjëherë dhunë mendore, ndonjëherë domethënë dhunë emocionale, ndonjëherë ka të bëjë me privatësinë e tyre, personat që janë prezent në sallë, ndonjëherë ka të bëjë me procedura që bëhen, që si për shembull prerja e pjesëve intime, ndonjëherë ka të bëjë me manovra të rënda siç është manovra Kristeller, ndonjëherë ka të bëjë me pozicione të parahatshme kur linden, ndonjëherë është ndërprerja dhe kontakti jo i drejt i fëmijës mbas lindjes në lidhje me nënën e kështu me radhë. Pra shumë vajza tregojnë që janë ndjerë të lëna vetëm, ose janë keq trajtuar, ose nuk është vendima e nevojshme, janë në mënyrën e dur, ndonjëherë janë kritikuar apo zvogëluar, apo janë bërë të ndihen të paafta, për shembull edhe në procesin e gjithëdhënies, kur vajzat kanë pasur probleme me procesin e gjithëdhënies, ose sepse nuk kanë pasur qumësht, ose sepse fëmia ndoshta nuk pinte, dhe janë bërë të ndihen sikur ato kanë diçka që nuk shkon, sikur janë të paafta për fëmijët e tyre e kështu me radhë.